E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë me ju dinamikën që po ndodhen brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Natën e mbrëmshme u shpall edhe data e finales, do me thënë 27 shkurti do të kurorëzoj këtë rrugtim të gjatë më shumë se 100 ditësh, me profile të ndryshme, me karaktere të ndryshme, me natyra të ndryshme, me ngjyra të ndryshme që në fakt këto banor i kanë dhënë bukuria e asaj shtëpie me plot jetë. Por nata e mbrëmshme ishte një natë sfiduese edhe për njërin nga banorët, Eliona Binjakaj, një ndër vajzat që në fakt te publiku shqiptar ka ngritur shumë kuriozitet se kush është ajo, nga vjen dhe çfarë ajo në fakt ka bërë në jetën e saj. Bëhet fjalë për një vajzë 18 vjeç, një vajzë e cila vendosi që të tregojë linjën e saj të jetës. Dhe në këtë pikë ndoshta u bë Eliona faktori që të shpjegohen dy Big Brotherat, qoftë ai në Shqipëri, qoftë ai në Kosovë, sepse ka patur shumë amendsime kur banorët në përgjithësi kanë treguar linjat e jetës që produksioni detyron. Ç'nën kupton linja e jetës? Të gjithë banorët kanë hyrë në këtë shtëpi për të treguar jetën e tyre, jo jetën e familjarëve të tyre, sepse do të thënë kur flasim për veten, në kupton për arritjet, vuajtjet, gjëra që ne kemi bërë në jetë, jo familjarët tanë që kanë bërë në jetë, sepse do të thënë kjo është një lloj keqkuptimi që po bëhet në këto formate. Tani Eliona e tregoi jetën e saj, pati një reagim nga Daja që mu duk një reagim i tepërt, sepse fundja fundit nuk ka nevojë që të bëhet dasëm me gjërat e shtëpisë janë të shtëpisë dhe kod nuk është një fjalë e vjetër popullore që thotë ndahet pazari nga gjërat e shtëpisë. Tani, Labino Trexha, si një nga banorët e asaj shtëpie, që ka luajtur me kartën e familjes gjithmonë, që ka luajtur me kartën e kombit shqiptar, duke i quajtur banorët që prindërit e tuaj janë serbe, bla bla bla, do me thënë, gjërat të dëgjuara, nuk është se është era e parë, do me thënë gjërat të ripërsëritura, dhe unë prandaj nuk i dua këta banorë sepse nuk janë të freskët, nuk sjellin lojën e tyre, por sjellin lojë të ripërsëritur. Dhe në këtë ripërsëritje që kishte bërë Labino Trexha, Eliona ja dha përsëri përgjigjen që ai dëshironte, që unë pa marrë parasysh sido që të jetë situata, unë e dua Dajën tim dhe nuk ta hap barkun ty. Unë mendoj që loja po bëhet shumë e vështirë. Janë në pyetje 200.000 euro, janë në pyetje një rrugtim shumë i gjatë, banorët do përdorin të gjitha kartat e mundshme për të dëmtuar dhe për të rënduar rrugtimin e banorëve të tjerë që ato të vendosin që të largohen, dhe në këtë rast Eliona më duket shumë stoike në përballje të një situate që në fakt është shumë e vështirë brenda asaj shtëpie. Se çfarë do të ndodhë me Dajën e saj? Daja e saj ka thënë që ma kanë hakuar Facebook-un, mua më pëlqeu mbrëm opinioni që dha Olta Gixhari, për t'u hakuar Facebook-u duhet t'i hakohet Elionës, jo është personazh publik, ç'ne t'i hakojnë Dajës, që Daja në fund ditës vetëm lagja e vet e njeh. Dhe për këtë gjë unë mendoj që Eliona Binjakaj tani është futur në një sfidë shumë të vështirë që duhet mes banorësh të lufton për të mbijetuar brenda asaj shtëpie.